mi që ndanë 25.000 euro. Ma shumë fitoj une me që to dhanë se 2 vetë në Gjermani, ku dje fund e vitit. Se une i 100 kingja, ka 200 euro 20.000 euro por, ajo qashtu. A në Gjermani nuk mu i do 20.000 euro. 4 dele ja kemi nis, ka pak, i ku moj dhe 200 sopa. E këtu të na me thonë, i kom 200 dele, thotë, baj ky bodal. A mu nuk e di biznisin çka është me to. Për 5 vjet ta blej banesën, ka 20.000 euro, 100.000 euro. Edhe i kum thot djalit, apo ki qefi banesë, as ka po ki qef me të blej. Se për 5 vjet unë e loj, sa problem heq për mua 20.000 euro. Unë e kom kerrin në 20.000 euro në shtëpi. To ma kanë blej. Kom marru shtëpinë, e sheh shtallat krejt përmes qytyne. Kom blej tokë, 5 hektar tokë. Kom blej krejt me dele, kom blej. Kom pas kërkon në Gjermani, e din krejt. Po në të thëmë nuk e dojnë që të fitim. Nuk jenë ka dojnë. Dënë me shku në Gjermani, me hinë kanal, bukën në shpinë. 5 mu qu duhet me konë atje në 7 në punë. Përshëndetje prej Deçanit, sot kemi arë në fshatin Drenac për me taku Abedin Binakaj, i cili ka rreth 120 krerë dele. Ai ka më na fol pak ma shumë për punën e tij, edhe të njëjtën kohë për fshatin. Hajde një të shkojmë ta takojmë edhe ta shohim çka ka për më na thonë. Abedin, si je? Ai mirë? Mirë. Ç'është po kalon? Mirë. Me shëndet? Mirë. Rahat? Mirë bësa, mirë. Ju? A mu i dul? Mirë, edhe na ç'është po të shkon? Bësa mirë, po mirë po shko puna. Në rregull, jemi na si fshatar, na duhet mu marrë me bujqësi edhe kemi fillu qysh herët pejt parëve tanë që 3-4 breza jemi me të njëjtën punë me dele, mirëm. Edhe mirë, ka ecë puna deri tash mirë, ka shku si për para me babën, tash edhe na si vazhdojmë, shumë mirë na shko puna. E bata, po na fol pak ma shumë për vetën. Po folim, une jam një ndër ma në fshat, i cili mirë na i vetë minjeri me këto dele. Do më thoj vetë minjeri në Drenac që ki dele? Po, në 300 shpi në fshat, jem si vetë, une kom dele edhe kur kusht tjetër. Edhe une që të punë jem ka vazhdoj pej babgjyshit e babës, edhe më nëjë sa të muna vetë mi majtë, kur së muna duhet edhe unë më dërzu si tonë tjertë. Është një biznes i mirë, unë e kom, jo veç në fshat, po kom edhe bjeshken. Është një bjeshke cila është bjeshka ma njelta në Kosovë, cila thirët Plaqica Vokshit, është nga Gjerovice, edhe është një bjeshke cila shumë e ka turizmin e mirë, edhe është një bjeshke cila ka majën Gjerovica 2665 metra, e vizitojnë jo veç prej Kosovë, po prej krejt bote. Është një bjeshke cila lidhet me Shqipnije, me Malëzije, me gjitha, është një bjeshke shumë e njoftë edhe ka shumë turizëm. Ka liqejt e vetë, ka gjitha karakteristikat e veta. Atje do me thonë rrënd sa mujtë? Po, atje mundë me najtë 4 mujë. Pej majtë, deri me 1 tetor. Se me 1 tetor të mas prishet kua, sukur tash si na ka njek bora, dhejt na njek bora, rrim atje, kemi një regull të mirë. Një rnes mirë, është edhe një farë shumë qëtësie e mirë, se është dyqysh njëri atje është një vetën shumë vishë këshur që është me kalu mirë, ma mirë me gjithë kolegët, me gjithë... Edhe je largë gjithë shkafit, po, atje vishë ku do njëri vetë më lidhë me internet, me telefon, se atje jenë pak ma me mungesë. Ka një herë ma mirë më shkëput po, pak prej telefonit? Gjitha, po, edhe i kemi një bjeshke cila, do me thoi që 2 vjetë e kënej, ka nisë. Kem pas fatin, e kem zo vendin e parë në 6 komunet Kosovës, njofët tash si bjeshka, Plaqica, Vokshi, Gjerovica, për vend parë, se kanë dalë gjitha karakteristikat e saj ma kvalitet se gjitha bjeshve tjera. Si ka djathi, ujtë, tohum, likosi, gjitha natyra, ajri, gjitha jenë dalë ma me vleft se të bjeshve tjera. Kom pas gara si vjetë edhe me Alpet e Zvicrës, Alpet e Austrisë, edhe atje kem arrit, jënë bjesh ma të njelta se Gjerovica, po edhe atje kem arrit me këto karakteristikat e veta të bjesh teme mi nëzo vendin e parë. Po nuk ka mirë njëri adin me fol pa pas dokumentu, në gjitha dokumentet i kom të shpia si mi ka nep si shpërblim për vend parë, edhe Alpet e Zvicrës, Alpet e Austrisë, më kanë dalin njëra tomlit e djathit, e ujt, e ajrit, gjitha, kanë dalë ma të mira se të Alpeve të Zvicrës e të Austrisë. Edhe është gjithë kem qenë
edhe si voksh, Po, pak jemi konë se kem delën tonë, thirët zhuta vokshit, bardhoka vokshit, to janë një familje, kemi qenë gjithë të partë me këto dele, kem një rritë madhe në këtë rafsh Dugagjinit me këtë dele, se gjithë e preferojnë këtë delë me zhuta vokshit, edhe unë e kënjaqnja ku t'i një të folë tjertë për zhutën e vokshit, se janë të kënjaqun, po duhet mi kalzu dhe ata realitetin, gjdo kur si ka, o zhutë e vokshit, po e ka, tash është e ati, po prej ardhen e ka pe i vokshit. Edhe nga si voksh, gjithë kem qenë me dele ma të parë, se është një dele cila njifet shumë dele ma e mirë për tomel, për lesh, për gjdo sanë se i ka rezistu bjergjve tonë a vendit tonë. Në me thonë loj i kësaj dele quhet zhuta. Zhutat, po. Unë e kum pas edhe një intervist me një djallë, po, në fakt me një burë, po, që e ka të njëjtën ratë si po, këtë. po, kjo ratë... Edhe a i tha, unë jam tha i vetmi që e kam tha këtë ratë, është edhe një dikon tjetër, po këtë ratë tha e kam veçone. Qërë, jo veçaj, po këtë rafshi Dugagjinit, ku gjinët... Po flasim për... Ku gjinët zhuta? Po. Zhuta, ku gjinët, është e jana e vokshit. Po. Nuk ka, badihava, a i mundet, gjdo kush me, adin mundet me thonë, edhe munda me thonë, valloj, o zhuta e Gjakoz. Po zhuta kësaj gjdo kanë, si ta veç në rafsh Dugagjinit, i kanë thonë zhuta vokshit. A e ka din. është një del me, se o pak ma për tomël ma mirë, që munda me ta nëzohë që tash. I ka 6-7 mujë si ka pjell, tash është apet e barcume, po ka gjinin, se o një del me si mjelet deri për vitri si ta lesh vetë. Ta kalëzoj me nëzija këtë gjinin, thuti o pranë vera. Okej, hajde na po shkojna dhe po Janë dhanë ne vokshit, nuk janë të tërkunaj, edhe këtë ratë e janë të kënjaqun krejt. Po dhaj si i ka për shembull o del me ati tash nuk o jemja. Po, tash edhe e ka blej. Po, ajo del me ti, se ata ajo është. Unë tash shkoj e blej të Zëmiri, ku ta marrë të Zëmiri ta bitë unë, është e jemja. Po, si ratë do me thonë zhut, është zhut e vokshit. Nuk është e kurkuja, e tjetër kunaj. Pej këty në fshatën aftana ka rritësët, bile sidomos Rugova. Se ata vetëm ndel me kërkojnë mi ble, se është për tomël shumë e mirë, gjithë vine e blejnë këtu të une, më thojnë akije se janë shumë, apo din. Bac, do shifra ko gjatë mdoja po silën, a? Po. 5.000 euro për një dash. Nika, dashi si dash, edhe unë munda me thot 10.000 euro. Edhe unë ku më thonë për shembull 5.000 e 10.000. Po dashi i ka 2 dhanë. Sa 2 dele kushton, është pejt parve tonë, një dash ma i mirë i ka 2 dhanë. Po me ko pak ma i mirë ka dhe i kinqë. Apo din? 2 dhanë janë ka 250 euro, 500 euro. Pa hate po bëj ka 600. Ma shumë valoj. Ma shumë dash po thu ju apo jo, tash? Jo, nuk ka një vlenë. Qëre, ti mundesh me thua 10.000 euro, po vleften sa ka. Se tash një del me ku të bën 250 euro, 300 euro, llogarit e 2 dhanë, apo din? Hate po bëj ka dashi 600 euro. Po unë du me ta ble ty një marak. Për shembull të bone a marak, të thoma po ma shet qa dash, ti thu jo, valloj, bashit ma se po ta paguj, ti me thu për shembull 5.000, 10.000, nashta une, jo marak, ajo është jashta sa bën del mja dashi, apo din? Po, normal edhe. Po, jashta sa bën, du me ta marr edhe, sa të ma lesh ta jepi. Ajo edhe vete ka ble dashin para 5-6 vjetë, në atë koku ka ble dash 1.200 euro, e ka ble të nja me azgoni, zbëj ke dash 1.300-400 euro, apo din? Jo ko marak në toja ka ble edhe, apo din, e tash aj marak jo tjetër gju. A movë si vleft... Vlerën nuk e ko? Po, ja, to e kanë vlerën në rafsh Dugagjinit 250-300, del mja pa kinq, apo din? Do me thonë një dele sillet rreth 250? Po, qitash për qitash. Ti dhe vjen të unë 250-300 e ki qmimin e delmes, do mi marrë këtë që tu bëdhan, 250 dhe në 300 komplet tuben ma blenë edhe... A me nën që është mjaftushme? Po, a këtë veshti 2 dhanë, po, është e mjaftushme. është shumë e mjaftushme se ti si e blenë me nën, dishka me përfituë, me nëzirë qatë kengjë, me nëzirë dishka, apo di. Tash nuk ka pak 100 dhanë një 25.000 euro. O, qashtu? Po, qashtu është një loj pasurije, një loj pasurije. Po, këtyne ju ka dollë kymeti se tash për shembull zhdukja. Zhdukja këtyne. Pra më no, në këtë fshat Dranjocit jo meti i vetë mjone. Po do me thonë që njerës nuk po meren më. Ja. Apo ki fjallën vesh për këtë rosë që është... Po, në përgjësi kjo është, kush o me dhanë, o në zhdukje. O në zhdukje se nuk
nuk jën ka dojnë trit, ju ka bo menja vesh jashtë edhe ski. Unë për shembull jam rrit me bab temin, pe i vogël edhe e duket rac, merë në hala se jam as mes se vazhdo kërkush. E batë pse po menon që trit nuk po dojnë me u merë me... Po qëre? Me bagti, me blektori, me punë të bujqësisë, me punë të fshatit. Na këtë, për shembull, ja kem pa një farë mënyrë e sherrën që sa jashtë. Se një kohë ku shku baba jam, babgjyshi jam, o koha vështirë duh me shku. Tash që ta thmi tyne, jenë rrit atje, edhe ata ku po vinë pak pe atjehit, po vinë me dosen dhe kushte jenë arë pak ma të mira se na, po den. Është arë me pak parë, arë me i kërë të mirë, me sanë, edhe na nuk e mujtë ma rrit deri që tash mas lufte me ato sene. Tash që ato sene, ta tyne, djali jam e ka pa edhe, ta të dhëndu më shku në Gjermani mi bo që ato sene, po den. Me ardhën me një mënyrë, këta e në ka hupin. Se tash për tash, ma shumë fitoj une, me që to dhanë, se 2 vetë në Gjermani, ku dje fund e vitit. E ka den? Se unë i 100 kinja, ka 200 euro 20.000 para, ajo që ashtu. A në Gjermani nuk më i do 20.000 euro. Ti i kitë poqa 20.000 euro në fund vitit. Fund vitit, ato si jesin, se në shpenzimet i heki me tomel, me djath, me kos, me ato, apo din, që ato muna me i do. Plus o ka njëmon ministria, gjitha po edhe për mes ministri kem ka 30 euro për kujdeles, gjitha jënë këtu. Ta shtit mirat. A një shumë mirë që edhe ministria pak po ju një mënë që shtu? Po, ministria, na kemi përkrajen pak edhe pe komunës Dëqanit. Kryetarin e kem pasi këball me këtë kryetari cili ka rrit një njof krejt njifem si bjesht Dëqanit, se na si bjesht Dëqanit jemi kun shumë pa njoftun. Po. Jënë kun bjesht e Rogovse, bjesht e Shajt, bjesht e Përvalla, nej, Tistogit, nas boga këto gjitha. Për nas si bjesht Dëqanit deri me tani se arriti ky sekretar nuk kemi më pas kur mbështetja njofje me thonë ku janë bjesht e Dëqanit. Ndër bjesht më të pasunat, ndër bjesht më të sukseshmet janë dalë bjesht e Dëqanit me arritjen e kryetarit cilin e kem sot. Dëqanë edhe kem pas për kajen, vjen nga viziton bjeshk. Unë politike nuk du me përzi, veç ta shtës pak, mës po fiton natyra për mund krejt. Po i vallaj nuk fiton. Jo, nuk fiton se duhet me punu e mu pa puna për me arrit. Tash për mu pa puna du të mja jo punësin. Po tash, qëre, shijet sa kem arrit nga me ta, sa për shembull unë si Abidin, sa kum pas shumë, se është që 26 vjetë mas lufte. Po. Unë kur një kryetar, jenë kun para këti edhe një 5-6 kryetar tjerë, kur që nërë me më vizitu me thë ku Abidini. Gjithë, asë si ka nërmand ku bjeshka jem, asë kush është ajo. Ky i vetëmi kryetar është i cili nuk njalet në bjeshk, në shpi, në fush, në livad, në kanalizim, ku të nevoja, po ky për i herë tane nuk ka mujtë mi bo, po o ka shkon për gjithë ditë e ma mirë të i rregullu senet. A një të këshurë mos përfita natyra. Allah jo, nuk fitoj natyra, as fiton kërkush, në regull. Unë e përkoj edhe natyrën, e përkoj gjitha partit politike, po i vetëmi kryetari cili ka rritë sot nga, se unë për shembull ju marë me bujqësi, edhe ju marë me bjeshk. I vetëmi kryetari i cili ka rritë sot, unë mund gjoftë si fermer Abidini, një ndër fermerët i cili e ka nxo vendin e parë në bjeshk Dëqanit, se unë jam shku si përfaqësues i komunës Dëqanit. Kur këta s'kan ditë me boa si sene, këta kryetarë tjerë. Ky në ka rritë sot neve me në njoftë, jo Kosova pa dhe Zvicra e Austria me në njoftë si komunë e Dëqanit bjeshtana. Po thu që ka punun turizm. Ka punun turizm edhe ka punjon. Edhe do të punjon edhe ma shumë. Se ne ka pru turistat, Unë sot mas pakti, dhe në 10 vetë për shembull në ditje më vinë të stani mi u kthy bukë, asy kom edhe përfitime për turista. Po se ki edhe ajo filloj biznesi. Edhe më kanë thonë mu zënuti si fermer, se jo meti vetëm njëri me dele atje se ata dojnë ushqim tradicional. Nuk dojnë ushqime kësi, dojnë ushqim tradicional. Edhe më kanë thonë ke me të një mu mi hap turizmin, me të një mu ma shumë rrit me gjitha kushtet, se jemi si bjesht ma të njoftu na. E vërtet, është bjesht që do të mu investu në ta do të mu investu dhe ka rritë shoqi me na njoftë sot krejt bota neve si komunë e Dëqanit bjesht tona. Unë gjithë thëmë Kosova deti nuk ka në ashta diçka më të Jo, nuk ka, qashtu. Amo, i ka bjesht, i ka mollet, e ka natyrën. Qajo, se unë qa për tëmë.
I kemi bjerë cilat s'ka pak kush jo në Kosovë, po më menja në këtë botë bjerë i kemi në Deçani kush si ka. I kanë lakmi dhe vendet e tjera, Veç edhe pak infrastruktura me mujtë me arrit sa ma shumë, Po. për shkak se infrastruktura ka arrit dhe i ka gjysa ullës, po aty anej halas kanë mujtë se Na e kanë duhet përmes ministrije. Po. Edhe na jemi të kënaqur me përkrahjen e këtij kryetari gjithë shka jemi në përbjeshk. Se i cili sonal një kryetar orna ka qajt hallet edhe në bjeshk. Edhe çdo kund i kemi sa i kryetari si s'din shka bjeshka, shka delja, shka din natyra, shka delja. Në shta e dim pas më se para gjykot që i Jo, kënë. duhet mi gjetë njërin i cili është pej shtëpis, pej familjes si ka pas dhan ljop, o njëri i shkollum, edhe o njëri i cili ka kontribu edhe në luft, edhe në shkollë, edhe gjithkund. është një kryetar si ka herë komunja Deçanit si kryetari s'ka pas, edhe deri në pension ky ka me kohë vetëm i kryetar. Mos ki kaq besem. Vallai, është shumë në rregull, jo besim, po tash ku të ma kanë hallin mu, ja kanë hallin tjetrit, mundohet mi përkrah, mi ditë, ku kanë ditun e tash, ku i bjen bjeshka jeme, Pllaqica Vokshi. A ku ka turizm bjesh Deçanit. I vetëmi një ajo si arriti turizmin Deçanit e bjeshve tona. Se kush lodh për bjesh tona. Ka fillu në ka jep ndërtimura, ty në ndërtu, në ka jep naft si vjetë për mi mush rrugën me zallë, me hidis, me ato mundësit sa ka komunja, sa ato infrastrukturat e asfaltit ato janë përmes ministrije, po ky kryetar me ato mundësit e veta, shka të shkojmë sa të mundet, sa ka kapacitet komunja. Okej, po më vjen mirë që keni fjalë të mira dhe edhe i drejtore kemi të mirë të bujqësisë, pesë jo hinj edhe ai që 4 vjet o çdo san perfekt. Sa po mundet i shkreti, shka po ka ato mundësit e veta, sa të mundet me na animu, me na përkrah, me na këshyr. Mirë kemi punën, tash na nuk mundem prej herë si të bëna unë kryetar, ty me të bëha fill maje normal, maje bjeshke me çu. Po don ka daldale gradualisht, çdo mirë vjen ka pak. Po mi ditë si Deçanit vetë mënyrë e ka bjeshtë të Deçanit, turizmin. Po, turizmin. Me ditë ku është bjeshka jeme, Pllaqica, ku është e tjetra anej e tana. Kur valla gjitha bjeshtë e Isniqit e Deçanit e tana. Kto jemi ko bjeshtë pa të njoftë në deri me tani. Po më vjen mirë edhe për shpresoj që veç ka më bë mirë e ma mirë për secilën komunë, jo veç për Deçanin, po për secilën. Edhe po kthehemi prapë te delet bac. Qështë ka fillu kjo dashnia për tu? Kur e ke kuptu që ti pa dele s'munësh? Qërë, nigo, kjo dashnia dele është pak, si the ti, edhe pak o me t'leme se pejt parve kem. Po, unë për shembull e kom vllavën më të vogël, ai si do heq, edhe ajo leme dhanë me mua. Po si do heq, i këshyre krejt, po si a do në milshu kështu. Po, është pak, me dele është mirë, çdo kush nuk ka punë veç dashnia, po është tash ky smet pej që 2 vjeta 3 e kënej ka dalë biznesi mirë deles. Do me thonë, tash s've këshyri njerëz veç për dashni? Veç për dashni, po edhe për biznes. Unë me që to dele i kom rritë fëmin, i kom shkollue, i kom martue, kom bo shpime që to dele. Si më konë në Gjermani hes. Apo del. Tash kjo është edhe pak si biznes, po o mirë me mujtë, me smilshu këtë tradit, sa një tradit e mirë, nga si fshatar, katonar, pe i bjen nuk mund është në katon pa bujqësi. Mere tash për shembull më shku me punu një market për 3-400 euro. Deri sa shoqja jemi nxa 10 kg djath në ditje, ka 10 euro e 100 euro. Tash ti dole pak të djathi. Njeve, po. Ka njerëz që kilogramin e djathit, peshesin 25 euro. Valloj. Në është tash e të bëco dhe 50, çdo kush veç. Këtu na si fermer, shka i në gjotë që ta si jemi si në Rafsh Dugagjinit, fermer, nuk jemi shumë, se pak kemi metë, veç me kënd foli 10 euro, thot kila djathit, 10 euro kemi që një 2-3 vjetë, se u ko 7 euro, 5 euro. Po që një 2-3 vjetë si hypen çmimet që shtu në marketa në sene, edhe na kem përfundu me 10 euro, unë që një 3 vjetë 10 euro kom. S'kom problem, jo veç unë, po çdo qoban si e veti, ka sa pishet thot 10 euro. Po ja vlim, bas 10 euro, sa kilogram në ditje i bën gruaja jote? Po, unë për shembull po të thom 10, se do me thonë ma herët i ka bo dejmë 15. Do me thonë 100 euro për bika? Po, dita i bjen. Ta është 3 dit, 4 dit, se në za ditë sa ka punë, një sahat punë ka.
e mjelja që ta bërë djathit, kimi ja hek pak që ta hirë, mi qinë së dil, do me thot ki krejt një orë punë në atje, e një orë në punë promje, i mërë 100 euro në ditje në shpitome. Qëre ta shtinis. Atër, a i market për nën një muj për 400-500 euro. Do me thonë, ju shua që jemi nëzirë për 4 dit, 500 euro. E gjdo dit do me thonë shqit një djatha, po? Gjdo dit ose sot jo, nesër jo, se ti më thu bëm i 10 kila. Aj tjetëri thëtë, unë i du 20, ja maroj, vjen e merë. Po kryesurja tregu është i sigurt. Po, s'kem problem, do me thonë, prej mas lufte s'ka bolazë me dalë për dere. Këtë në shpisë është shkak zhdukja këtyne, edhe ljopti kanë hek, më thirin gjdo, ditë telefon, a bën me mi bo 5 kila, 10 kila, i thëmë sot, rendin ti, mas njësri ta bëj ty edhe qështu. Ka shumë kërkesa. Shumë kërkesa. E qumshtin a shqet një? Jo, unë e qumshtin jo, qumshtin nuk e shes. Jo, unë e mirë në vesh me djathë dhe kur gjë tjetër. Bas ti shtashtë 100 euro, dita, del veç grus. Veç grus, qështë. Që i bjen muj afro 3.000 euro. Po, qështë. 3.000 euro s'pas ki nevoju as me shku jashtë as Ja, unë e po të kalzoj, tash unë, ti mu me m'ka përkomsh me më në zhag, thëmë jo. Shkoj jashtë. Shkoj jashtë, unë jam 3 antarë familje që mjetë për momentin, kam edhe djalin, ka shku në Gjermani, po, dhe ka shku djali, do me thonë, e ka pa vetë më thejke këtë shkoj në Gjermani, pa, se kujtejke se si që kanë pare me grabuja atje. Aj, po nanë, merë pare, po ku alë përfundimi mujtë, edhe e ka vërtetu se ma miro me dele se aja atje. E do me thonë, a do mu këthy djali tasha? Ja, ku mu këthy djali, he. A pjo një man? Po, marë me në animon, e në respekton e krejt, po e ka vërtetu se ma miro biznisi me dele, këtu me pas 100 dele, se atje si përnën. Përsa tash si të rritë tonë, ja u ka bo batë menja, ju ka bo veç Gjermani, s'ka me bo. Aja ka gjithë fatin atje, u shku, ka grunë, në respekton edhe gruja ati, faleminderit pejsej, orë në pushim, orë të unë në bjeshk, ka pas dëshirë mi mjellë dhatë, nuk është respektoj shumë, si qikën teme. Edhe pse është atje, adin e shqiptare, shku ma atje, ja, nuk ka. Është e Shqipëris? Ja, është kështu një fshati pej Pozhari komunës Deçan, ka familjen e mirë, edhe ajo është e mirë, ku to prindë e mirë, s'ka ku shkon as fëmija. Ja, në respekton në dënë shumë. E qa për i thurejës, bas, prej qësoj video? Valoj, unë e përshëndes shumë rejnë, edhe du shumë, ma shumë se qikat e mija du, se më respekton edhe respektoj, në donë, në thirë për natë, për ditë, s'ka orë si s'më thirë, më vetë, i dhimem, se ta shtot adin, shka këthot, jemi unë djali atje, ka qef, në mi hek, më thot bëni pak se fa, po s'mundëm se jemi halat fort edhe pak, mu dërzu, e ja, kom shumë respekt për ta, se është, zdi qësh me ta përshkrua. E donë qatë shumë si që gënë tonë? Qatë shumë, valoj, me ko nevoja, vish me i thonë nesër, për du, kërëm nevojnë Kosovë nesër, hy për aeroplanit e vja. Në donë, është familje mirë, është qika mirë, nusën e kemë shumë të mirë. Pas ka do me thonë edhe vjen rritë mirë. është orë në bjeshka, po tëmë, orë në bjeshka, unë që ka mjellë dele me muë. Ku ka, si orë në Gjermani edhe vjenë, se e din që ka punë atjet, se atje thët ka punë, e ka të kry me shkollën atje në punë, edhe është bukonel. Për te i gjdo shakaje, do të me pos njeri mirë këtë teme njëri tjetrin. Ja, s'muna me full, bile shkak, ma ka marrë krejt dashnin e thmive krejt, se s'qa që farë si më donë. Qa që farë që donë reja, po thu? Po si musim, si krejtve. Ja, nuk muna, ka reja, gjdo kush ka. Normal, po. Ja. Jo, po më vje mirë që po fletë ka që mirë edhe me ka që dashni për ta. Kom respekt shumë për ta, edhe me ko nevoja, edhe unë sonë të shkoj për ta atje. Vish me më thonë, kom nevoj shkaj, edhe kem qashtu në regullë, kem punën, edhe jom i kënaqur në bile për djalin si farë gruja ka. Ja, so problem, mi shku 100 musafirë sonë të s'mu jenzojnë ngusht ato. Unë gjeni mi u bo bukë 100 vedve për një orë. Po, e din se edhe ajo pe ka tuni, e din se ka pas edhe ajo familje të gjitha. So problem. Po vjen shumë mirë që ki ka që fjallë të mira për ta dhe... Na tonë thojmë si unë si gruja, si thmija, si tonë thojmë, ka pas i këbal djali, si thojmë na alienatën e madhe, shumë ka pas i këbal me njuse. E ka gjithë vetë? Po, e ka gjithë vetë, na ka njep familja vetë që shduhet, kemë bo dasë me në gjitha. Një shola me qënë plumëtur edhe bravo që respektojnë edhe ja din atë rëndësin. Me ko njëri kesh të më i kesh, me ko i mirë, për i mirë, mu bile sidomos mu s'mu i mihin kush në qef, mi pa adin vish pak,
Se isha shumë gjindhen si I njerëz që kemë se faleminderit për Zotit i kom kushtet e mia. Nuk kem për shembull se më ftaq as për djalë, as për re, as për kon se jam I fort. Po. Fitoj dinarin tam, apo din, për atë punë nuk I përkrahi. A din se kom dinarin tam, parën teme se që kom biznesin tam, po janë në gjend, marifet. Përkundër ata me kohën lazëm, unë jam gjendë më uqu 20.000 euro pikturit. Pasha Zotin. Bravo. 20.000 euro jam gjendë sonte më jalshun kon të pe shtëpie djalit tam. Normal. Po e kem një gjërë llogari e kemi bashkë, si ai si unë si të. Domethënë shefi shtëpisë ti. Nuk ka lidhje unë, gruaja, djalja, reja, ton jemi një. Bravo. Ton jemi një. Bravo. Qika, gjithë jemi një. S'kemi kur një dallim. Shka të nevoja, gjithë jemi një. Bravo ju qofti, po shihet që edhe gruan e ke punësu. Po. Sa është një lloj pune, gruaja tash, gruaja jote 3.000 euro të po. Gruaja jeme ka dhe ajo ka qenë një familje e cila kanë mojtë shumë dhane, ljope, sanë, e ka ditë edhe ajo, o rritësor, o vetë 5 motra, 3 vllazën kanë rritë me ljope, me dhani, ka rritë babaj vetë në unë vetë. Po tash mas lufte tonë, si u bo më shku jashtë. E ka njoftë edhe ajo zanatin e njef, po ka edhe shumë kërkesa, se sa duhet me ditë dhe minë zotë jatin. Normal. Tomlin gjitha më duhet me ku pak pastërtia senet, edhe se ti një herë blenë për meje, po 2 herë s'blenë kus del që shki qef. E bac, qyshi shet ti këtu, do me thonë, qëfar periuda, në fund vitit, a I shet kurbanat, apo qysh? Shes për kurbana shumë, po une kom kërkes për gjithit. Se kam meti vetëm një në fshat. Pra me no tash une 100 kingja, 300 shtëpi o fshati. Je I vetëmi në këtë fshat? 100 shtëpi më ma marri ka I kengj, 200 jesin pa kingja. Apo dhe. Edhe kjo më ka pështu se në shtëpi krejt, vesh me telefon, a I ki 2 kingja, a ki 1 kingja, a ki... Po, për kurbana I kom për shembull 50 vetë si vinë e marrin për herë që ata troqi marrin. I ki do me thonë tregun e sigurt dhe s'ki nevoj mu lodhe. Nuk muna me tonë si o I sigurt deri sa privat. Shiten, apo din, shitje kem. A me thoni sigurt tregi nuk është, se ky... Jo, po për shembull ka shty njerëzit shteti nuk ka, po njerëz po. Njerëz më njofin edhe vinë marrin, s'kom problem për shitje hiç. Bravo. Hiç s'kom problem. Kem pas Iqbal edhe me bjeshk edhe me shpe edhe me gjitha për shitje edhe në bjeshk atje kom qështu veç sa të muna me në zonën Kena juaj. marrë na me të vizitu edhe atje në bjeshk, a na pret. Qështë së pres. Me gjithësje. Kena marrë do me thonë gjera vica. Po visenja, po du me thonë në krejt në Kosovë, në Rafsh Dugaqinit I përshëndes gjithë maraklitë që janë me dele, sa të munden me s'modërzu, mi vazhdu se kush I ka Zoti ja rujt, është një knatësi, kush mundëm halami majtë, se kjo punë unë e pjesho për veti se në zhdukje. Do me thonë, na 5 copë katu në vaksh jemi në zhdukje, I vetëmi njërë jo metë. A vëden, e kom qef, gjdo kuj si asho 2 copa, 10 copa, I thëma rriti, I bëni sa ma shumë, se kjo punë o ka dënë më hupë, më zhduk, edhe kësha thonë, sa të mundet edhe ministria, shtetit, gjitha, mi përkra këta fërmerë, sa të munden me shtalla, mu e vullnet, mes më zhduk. Se e ka shë ky gurbet në boni kare, ne këtu në kalon ka 2 vetëve në shpe, më zë më kesë. Shka me bo me 2 vetë shpe, se unë mi pas edhe 2 vetë me muhe, 500 copa I moj. Për sak, kullosa, e kom bjeshte, e kom gjitha. Po s'ka ju metë, një djallë, në I qike kom 10 vjeqë edhe shoqen, 3 vetë në shpe. Se me kum edhe një mi pas për kraje, 500 copa I moj. Po s'mundet ma Gjermania, s'kur s'mundet ma afru safrën me 500 danti. E sa I kishe paguti një punëtur me ardhë? Valoj, une po të kalzoj me I bo 1200 copa, 1.000 euro ja bëj mujnë. 1.000 euro? 1.000 euro ja bëj mujnë. Një po vijone, Sa nëse më gjonë 10 ditë si ta, 10 ditë se mi pas 200 dhanë për 5 ditë I merë me djathe me tomel. A e ka din, 1.000 euro ja e pi, shka më gjonë 5 ditë si t'ja e pi një punëtori. E njerës ngëne botin. Qështu? Ndrenat. Po s'vjen, se kom kolegë... Ja, nështë ta vjen. Niko, kom kolegë si kanë marë punëtori. Po. Edhe ku bo 1 muj, dhe 1 muj e ka shty, s'ka mujt mi shty ma shumë. E pse mëre kështu bilet shumë të mira? mira, po na jemi që tash në livadë jemi, po duesh me shku në bjeshk. Po. Në bjeshk ime ngajt për pjetë bjeshk, më djerg në zanë shift, ftoftit, gjitha. E s'pëduj njerës. S'ki internet, nuk ka një hori, duhet me konë që bani për shemull se I njef unë zanjatin. Aj si e njef zanjatin sukurone, aj muj qëndrën. Se bukur problem është mi qëndru dhe kësaj, se që tash në rrim bjen shigja dhe ditën ose borë, unë që tash ka ra borë në bjesht teme. Po duf më djerg në për borë, në për shi, në për gjitha.
A mujtët me ja doli, a ju nëzuni, a ju boni dëm diçka? Jo, mirë kemi kalu se ikem si e pam si janë nisi bora, ikem pa. Ani, shuqër se ka pas se ka pas shumë bagti, shumë. Po na ka radu që befasishëm. Po, se kanë prit, me ndojshim bish ka pak maje, vadin, po bjene dhe s'po bje poshtë, po këtu ra deri poshtë bora. Qa me bora, qështë do. Do me tho bac javlen. Javlen, kush mundet, unë i bëjë gjetë të t'imon, ka me ecë, nuk ka nevoj me shku asë në Gjermani, asë me përnju në market, asë kërkon. Për kundër, ku ta shkojnë 3-4 vjetë, ka me marë aj punëtor nëse e shë biznisin për mi rritë, sa ma shumë dhe me ecë. E pse bac po menon që po dojnë mu largu të rritë ka shumë prej vendit, jo veç të rritë, po në një mas shumë të mëdhe. Se tash o shumë problem të rritë, se të rritë tash qëre, pak edhe të rejat edhe të rritë. Të rritë tash për shemull mu marë dikush një iri me bakti, sot ka problem me mu martu. Se për shemull djelet unë i mjeli, apo din, nuk i mjeli nga tash se unë i mjeli, apo din. Pa jo kujton me djelet si në nëshmim, nuk e lugaritë sa ka fitimin pa si në nëshmim, apo din. Do me thonë... Pak i riu, o ka i ka pek se e pune se njomin i kom do, jarana kanë djel edhe nuk kanë arrit halo në zonë njëse se si ti ka zonë si kom dele se merë, thot zvijunet e dele. Qysh bre? E ti po vjen mirë si po thu po një alën të dele të po të pëlqen. Pas rrinë besoj as ti nuk rrinë. Valla rrisë, mu më pëlqejnë bjesht, më pëlqenë atyra. Valla bërë qëfë në takik. Ani në herë kur du mu shkëput prej gazetarisë, po e pianisi këti biznesit. Ja, une qëre, nashtë ati si e martu me ta gjejë, këm djemë si janë me dele valoj edhe në pasunika. Ta gjoj fil, nëse të pëlqenë. Se kom jara ona kanë, nuk din, këta të rritë nuk e logaritin përfitimin, po logaritin pak që shme thonë, saltanetin, a që shme thonë? Po. E dënë një kërë që aty, unë e kom kërë në 20.000 më shpe. Shpe e kom, që ta shkoj me shë. Nuk ma ka ble kërkush, që to ma kanë ble. Dele ta ka ble kërë, në qashtë të pivjerë. E kom gjipin e 15.000 më shpe. Kom maru shpin, e shë shtallat këtë për mes që tyne. Kom ble tokë, 5 hektarë tokë. Histori suksesi, edhe po më vjen shumë mirë që po i... Kom ble këtë me dele, kom ble. S'kom pas kërkon Gjermani, e din këtë. Këtë që to e din, nuk kom pas kërkon unë e jashtë, me që to dele, këtë kom arrit, po nuk di. Gjinja ma dënë me shku me hi 300-400 euro kredit, me shku roga, e unë s'kom nevoj. Unë e pres, i bëj parë trojsh, 10.000 blejti shka. Unë 5 vjetë, për 5 vjetë ta blej banesën, ka 20.000 100.000 Zë mbëlezëm i marë kur një kredit. As ki nevoj kredit. As një, jo, valloj, as një kredit zë mbëlezëm i marë. Edhe i kumë thot djallit, apo ki qef i banes, ashka po ki qef me të ble. Pe atje, të di si ka dhaj, po këtu në Kosovë, atin vish, i banes, mi ble edhe mi javlun. Së për 5 vjetë unë e loj, sa problem hesh për mu 20.000 është. Që kjo është shumë mirë mu ditë edhe prej njerëzve që ka fitim kjo punë. Po, fitim ka. është edhe qaj e dashnia. Po nuk e dojnë që të, po në të thëmë, nuk e dojnë që të fitim. Nuk jenë ka dojnë. Dojnë me shku në Gjermani, me hinë kanal, bukën, shpinë. 5 mu qu, duhet me konë atje në shtatë në punë, vjen promje në shtatë në promje, asë ishe grune vetë, brasmine vetë, unë kur du ilëshe këtu, me dërë si ilëshe i hequ që smrenë, i më punë teme, kur se më dheqe, o dheqe i vetë vetën, e në biznis, e në shpit teme, sot në Kosovë në lirë bre, hej, apishe, na vish farë bjesh, kemi farë veni, po s'po dojnë bëtë që gjinja. Jo, se cili që ka mundësi edhe që e dojnë, letë beson, vetë për veti, ka i herë thëmë, a, thush, ka kështu, si kjo me të vishi vetë minjeri. Valoj. Si shkojnë fush, vi, se shë njëjnë e gjallë, kanë fillu tokat, mu më shelë pe i thera, kur so ka i përnën, vinë më thujnë abidin, api do livalin mi kosit, ose kullatës, s'bën kështu. Nuk bën kështu, unë vetë për veti, jëm ka befasona në këtë punë, që shtu me ra në katon, bujtësia e farveni kemi farbjesh, s'kum pohën që është. Zdon, ju ka pjek. A më është në përgjësi, Bacë, në krejt ka punët e... Ju ka pjek me shku në Gurbet, Allahi pak ka gjopi i Gurbeti. Pak mosad. Sa petë shka në shku babgjyshat e baba tanë ma herët, para lufte, në shku pak pe i shkive, pe i Serbijës, ju kanë ranë shpinë, pak o duf, o ko ma varfni atër, se di vetë.
Unë jam rrit me vlla, veti treti vlla, një vlla duf mi vesh patiket para ditën në shkollë, një vlla mas ditës, se s'kem pas. Sa tani këto kushte, mësyn gurbetin, shkon atje, duhet me la banes, mas pakti 1.200-300 euro. Ja, s'ka gjo tash, gurbeti është i vënshëm, është i vënshëm. Ku janë tani shpenzimet Ku janë shpenzimet, unë e di, unë vetë, jam shku të djali e kum pa. Ku i erdhen aty posta, ku i mor, një 1.600 euro shpenzime, banesa, rryma, ato, 1.600 euro. E pe mërka 2.000 euro, ku jesi tja? Je këtu, e ki që ta rrym, po e ki edhe internetin, e ki me logaritin, nuk i ki 1.000 euro në vetë shpenzime, shpitone, shpinë tone. Po, feks. Po dhe feks e ki, kisha me bo. Gjitha, o mirë njëri, me mujtë këta bëtë më këfjellë poplë janë, me s'mja këtu i shpinë në Kosovë. Valoj këto edukat i malë, veç kush zdanë. është edukat i malë, kush mundet me bujësi, kush mundet një biznis tjetër, pula, mara, lope, gjdo sanë e ka biznisin e vetë, me vosët, kush merët e ka biznisin e vetë. Në shpit vetë, atë din shka knatësi, atë din shka knatësi, ku të mledhet familja. Ku të mbjet djali, për na unë që atërë di knatësin e madhe. Që atërë di knatësin e madhe. E dikush, që në djali njashtë, e bën presion djalit, mi që para, i ku mi marrë shkreti. Në di shka, ka në shka s'ka një jashtë. Se edhe vetë kam qenë luft, ku ka qenë lufta një i vetë. E di këtë që shë gurbeti, po problem. E ti e shku dhe më tha, ke pos në herë plane, pretendime me nejtë? Ja, une kam ikë shkak i luftës. Edhe kur nuk e doshtë? Po, edhe kam ikë, kam dalë në Itali, në Shqipni, pe Shqipni në Itali, edhe une si u bo Kosova, më këthy, unë jem këthy me i pare, jem shkru ma ardhë, s'ma ka desht atjes, hiq. E kum qenë në Zvicër, një farvendi u thirë ke Glarus, kum punu një 6 muaj edhe atje me bujqësi, i shkonë si bjeshk. Edhe qaty që e kum pasi, po allon këtë shkojnë Kosovë, pëse së kërë këta. Edhe qysha ke njës, me sot dele ja ke? Allah me 4 dele. 4 dele ja kemi njës, ka pak, hajt, edhe kem arrit. Unë e kum pas ma shumë, po kum qenë me vlazen, po tash shkaki. Edhe nuk e pos mundësi me imbojt, se kur kish shumë, do të me konë 3-4 veta. Po, kum qenë me vla bashk, i kum mojt dhe 200 sopa. E ka dim. Po tash, kësmeti, thmija, u rritë, najnë shpit vetë, unë shpijat i kem marru me dele, si vlavë si one. Edhe tash shkaki, po rritën thmija, gjithë kush po dënë në për shpijat veta, i kem bo shpijat pa, do ajo hinë shpit vetë, unë shpit teme, pa pas një problem hesh. Me gjitha e senet, mirë, edhe vlau mirët i ka ljopt, mirët me ljopt, edhe punën punë, dy mënyra, edhe këtu ma mirë ka punën vlau tash, se me konë Gjermoni, 2 roga i merë, njën e njën marë në leta, njën e njën i ka ljopt të shpia, 2 mënyrat. Edhe të më vje mirë që keni arrit ka shumë e bo për mes saj punë, nuk ka problem, unë i kom sene me fakt, atë kalzova. I kom me dokument, bile që të dhanë të mija, në Kosovë kur s'ka këto i kom me liber. Si ma ka nep vendin e parë. Po, me liber, ta kalzoj liber në shpi, me liber, zhuta ta bidin binakit e kanë vendin e parë. Jo mi certifikum pe i komunës, jom pe gjitha si blektori maj miri. Po, është i faknjatësi edhe ajo ku për ta jepit. Po, se mi ka muj majmë, po du me thunë. Se gjdo kush, nuk ka në pytje për shemull që jo bish delja jeme ma mira. Se që kjo loj dele është gjithë ka është njësoj. E din, krejt janë të mira. Krejt janë të mira, po dikush duhet pak adin ndo sen në mu marë ma fort, se ju marë ka njëri si i ka dhat i marë edhe ma shumë se une. Apo din, i këqyrë ma fort se une, o ma qobanë se une. Edhe gjithë i përshëndes. Po, unë kom qenë si pak ma adin, mes me shku tonë qobat e komunës dhe qanit, njën e kanë qua, apo din. Unë jëmë dalë pak si ma i votum, më kanë votu, jemi hinë do vota, pak ma shumë vota ku marrë, për me, së mu marrë me qëto sene me gara, me përkrajet, tjetër shtetneve, qështo. Pak ju ka vejtë edhe... Kom arrit edhe pe një shoqate, kom një farë shoqate, cila më ka përkra shumë, e falenderoj, që këto e kom. Kom përkrajen edhe pe asaj shumë. Opa. është shoqata CHVB, e cila shumë
kom pas përkrajen edhe pejsej, kom arrit edhe në këtë shoqatë me ndërhy. Me çfarë ka ndihmu kjo shoqatë? Kjo shoqata është që tash do me thonë se ka një muj ditë si kom arrit përkrajen e sej, edhe besoj kom jo veç unë, po gjithë fermerët e Deçanit do t'i qaj edhe do t'i përkra me çdo mundësi të veta. Është një shoqatë shumë e mirë, cila shka ka nevojë fermer ju nimon shumë. Ja u mundson edhe ju nimon, edhe që kom arrit se nuk është njëri... Amo ti s'pomenon veç për veti, s'pomenon edhe për... Une një go, e këta fermerët si gjithë si në dele, une jom, për me s'me shku tonë fermerët një mledhje, une mu më kanë përka me shku i vetëmi, unë jem për gjithë. Nuk jom veç për veti, po jem për gjithë. Aje ka din, nuk jom unë veç për delet mi aty. Unë jom, tash, une për me shku drejt, duhet mas pari ty si në ki përka, ty me ta e përkrahen mas mami veti. Se nuk ban, ndash me koni drejt. Me zdash, aje ka din, nuk mundoni me thovis delet e mija, po gjithë i kanë të mira, edhe ma të mira se të mijat. Jenë gjendë cilë, gjithë e kanë përkrahen, tash për mes që se e shoqate besoj do të arrinë gjithë fermerët, kom me i pas përkrahen e që se e shoqate ishë një shoqate mirë, ka me mu sa të mundet gjithë fermerëve. Se nuk na kanë joft kur kush neve, as një shoqatë që të në Komunën e Deçanit. Kur s'kem pas një ndimes, mas ju bo që ky kryetar, që ky drejtar, ka njën kanë animojnë ka pak, çdo fermeri për hallet, sa po ka mundësi komunja. Tash për shembull kam i shpërndar shumë mjete bujqësore, tonë kem aplikue, e morim ka mjetë bujqësore është një ndimese jana. Kem marrë maqinën mi mje lopt, është ndimese jemja, më ka nepë për me qedha në gërshonë ndimese jemja. Gjithat cilat është i farpërkraje për i komunës. Bravo! Ku kanë qenë dhe i sot kryetarë tjerë si s'ne kanë bohe. E ta shkojnë, s'ka përkra, vallaj ka përkra bëllë, Bashkim Ramosa ka punue, halal i kofti, ka hije për kryetar shteti, jo kryetar komune, bashkë kryetar shteti. është tama njëri e mush edhe karriken e gjitha, duhet me ko burri burë. Duhet me ko burri, s'ki nevoj, po politikës nuk pihive që më mirë që ja keni pohojrin. Po, ja kem pohojrin edhe kem ja po edhe shumë. Edhe për shumë si krejt ja kanë, po jo veç jo. Se ko edhe njerës. Une nuk luon nga asë jo kryetar, në ko i keq i thom një i keq. E ka din, s'luon nga të qëllës do partito, po e kom pas si ka ngajt, po i herë për i herë, sa ka mujt ka arrit. Edhe do të arrit apet e shos jo interesum ne blektorëve turizmin e bje, se kanë jo marrë kush bjeshtane, turizmin e bjeshve tane, ata është thojnë, ka ndërtu në bjesh. Po shqyqër marë si ka arrit, ka ndërtu në turizmin e po vinë të hujtë, po na shojnë e po dinë ku jemi. Kem të një përfitim në popli, se o keq t'i vje për Prishtinë e vjen, është një bujtinë o një dishka, unë që vetë për veti manoj, si tash mi ha bujtinat ekstra kështu dhe me flejt. është një bujtinë aty për të bjeshteme Gacaferi. O shumë e mirë, ka pas punë, bëllë. O keq si i ka hop turizmin, aja ka qelë gryks e bjeshve tane a turizmin, se ka njoftë kërkush. Ka që në shku në përvalën, në rrugove, bile, ku ma ka ne pa ditë vendin e parë në Prishtinë, se në Prishtinë kam qenë, ku ma ka ne vendin e parë. Një Sali Shoshi është përshëndesh. Një të qunë këta të rrugovës e të bjeshve të istogit, e të përvalëse, ku është ajo bjesh ku i bjenë. Se tash në bazë të analiza vdull bjeshka janë, bjesht e Deçanit dolin ma kvalitet se bjeshve tyne. Çdo bjesht duhet më shku 3 javë, bjeshka janë për 2 javë, është ma shpejt se, për 1 javë ma shpejt se bjesht tjerë. Mi rekuperu edhe njerës që kanë probleme me shëndetin, me ruzat gjakin, me gjitha. është një bjeshko dol pak kundshe. Unë e po të kalzoj, kom qenë edhe në Alpet Zvicës të Austrisë. Për zdi sa ma të nellë të Alpet e tyne. Po ajrë si ajrë, bjeshka Deçanit të dalë ma e mirë se bjeshtë e tyne. Ta shkanë me të kopë ty. Mundën me hinë, çdo kush mundet me hinë në Alpet Zvicrës dhe të Austrisë mi pa vendin e parë se e ke marrë si Komunë e Deçanit me bjeshtana. E qka nëse të kapen tash të bjeshkatarë të rrugë? Bjeshkatarë të kapen, na me emën Zotit menojmë se tash për kësmet kryetari senën tjetër edhe ma fort do të na ndihmoj për bjesht, për turizmin, për pikat cilat kanë mu vendos apet për me pushu turistat, me ecë, gjitha na si bjesht kemi arrit shumë, kemi nevojë edhe pak për infrastrukturë më të mirë, se bukur mirë kanë shtru me do zallë, do ura, do sanë, po manojmë apet rruga me konë ma mirë, ti ku d'vish për i Prishtinë e marrë, dhe jemi pa live, bjeshkën teme, jo me full nga piktujit, po drejt për drejt i pe atyjit. Kur t'ja nis, tash më ngru moti, na kina me orë me vizitu. Unë si fermer i Komunës Deçanit, kom shumë halë, se po kom problem veç për një punë,
Se si tash ty mi pasa e njëri me mnimu, se unë kam shumë gara dhe në për shtetet të tjera. E ka din. E kom të mundësume në çdo shtet me shkue si fermer. E kom fituar drejtën teme me shkue mi vizitu fermat e shteteve tjera me shtetin tam. Që tash për shembull kom pas me Australi edhe me Norvegji. Edhe ato si dy vende janë shumë të njoftën si me dhanë me dele. Po, s'po kem mundësi, s'po di ka më shku, kuj m'ja lodhat, ku me shku? Duhet me shku ashtu, kështu me lodhat një javë më ju. Te kom lo mas shumë ti ndimen, se i kem delet mrem, duhet me dal pak dhe në shtetet tjera. Me arrit mu njoft, jemi si Kosova, jemi një vend shumë i mirë, dukat vend mara jemi, po si jemi ka edhim këmetin, valloj. Se atje një shtet, ku ti thomu një kom 200 dele, adin që shdin atje? Thënë kjo është maj pasni, biznisi maj miri. E këtu të ne me thonë, një kom 200 dele, thotë, maj kjo bodalë. A mu nuk e di biznisin çka është me to. Jo se dinaj që i fiton ti 3.000 në muj. Me ko keq, unë nuk rri me to, valloj. Me ko keq nuk rri me to, as nuk njerë. Po normal. Jo, po. Qështë? Jo, primer, na tregove edhe përfitimet edhe bravo, se shumë njerëz dhe nuk i din, menojnë që përfuti me nënçmi, me përu jashtë. Amo, nuk ban. Ti po del me rruga ma të mëdhoja se krejtna. Normal. Shumë mirë, po vjen ti për mirë. Unë kom qefti mi marë 5.000 euro në punë tonë. Po, jo si marrë, valla. Në mujt. Inshallah do të vjekua, çdo kush do të paguhet mirë. Po na, si fshatar, ndash katunar, ndash qysh me thonë, e komunja Deçanit e vetmja mënyrë është bujqësia, se i kemi bjesht. E kemi një farvendi, si e kemi pa shpenzime, e kemi kullosa tona pa kush i ka. Edhe mundën çdo kush mu marrë me blegtori, mundet me tash ndalë pikat grumulluse, me s'dashmi në zonë tomlin, e ki pikën grumulluse që në tomlin e shet. Gjithë qysh o ka del ma mirë përfitimi se e ki të një pa shpenzime, si lopën, si delen, 5-6 nuj e ki në fushë, se delja është në stap, i që këtë bje borë, se delja është pa shpenzime krejt. E mira është, kush mundet më marë, unë i bëja apel të të mire, të ta përvoni, nuk i del keq. Ta është bëco hypë, si lopa, si delmja, si dhija, si kingjë, si dzilla, gjithë se cilës i ka dalë përfitimi vetë. Edhe besoj si ku t'ja nis e she përfitimin, veç ka më shku t'ju zgjenu, jo t'ju, se unë e pëtëm, ka arë më hali ka metë shumë pak. Po vetën jam dhe menoj mi zgjenu apet, po më duhet më shku sa muna mi a dal vetë. Po aje që apo të nevoj ti, ka një njeri vetë në dimu. Ti the që njerëzit nuk po dojnë me punu këtë punë, për shkak se edhe kur po martohen masanina nusët të kanë qërë. Qaja, unë pisha vetë. Pa keq, kjo nuk e di, unë që tash po një. Nego, o problem, me këta të rejat mas lufte, këta kanë problem me këtë punë. Ka edhe njerës që se për para o konë nësht, se imi rrit tonë njësaj. Tonë njësaj imi rrit, e kem ditë dherti një gjdo kuj, dikush ka pas, dikush ma pak, po o rrit me njëtën punë. Po, me njëtin standart. Me njëtin standart ju më rriton, me njëtin standart shoqe eme. Na dim gjithse cili që shimi rrit dhe me shka ja kem përvu me shka mu ja dalim edhe ja kemi dalim. Apo dhe, edhe jemi të kënjaqur në dytë, edhe menojmë sot nja falë Zoti shnet mes me ju shkoq kësaj pune. Ta shtiri nja po dënë ma shumë, po këshirë ma shumë. Po, qashtu. Na po vazhdojna pak edhe të delet. Po.